Ndryshe nga televizionet e tjera që mundohen të rrisin cilësinë dhe të shtojnë programacionin e tyre, TVRSeka është shumë i kënaqur me cilësinë që ka dhe madje ruan me fanatizëm stilin e tij provincial. Dhe nuk ka faj fare sepse edhe me të tillë stil ka pasur shumë sukses. Madje edhe ne i ndjekim me shumë kuriozitet lajmet që na vijnë nga ky televizion. Është momenti tani të lidhemi drejt për drejtë me TVRSekën. Ndjekim. Përshëndetje të dashur Ersekse dhe Erseksa. Sot do të realizojmë emisionin Big Brother Erseksas Club. Pra, me anë të telefonatave tuaje, ju mund të shprehni mbështetjen për banor në Big Brother apo situata të ndryshme. E para që do të flas mbi temën e Big Brother do të jetë kolegja ime nga Prishtina, Valdete Osmani. Përshëndetje Vali. Këtu në Kosovë do të organizojmë një fushatçarje për daljen e Kikës dhe unë personalisht kam hapur një profil në Facebook i cili quhet Pse doli Kika më rju raftë pika. I ftoj të gjithë të bëhen fan për TVRSekën Valdete Osmani Prishtinë. Faleminderit Vali, ndërkohë kthehem në qytet pres telefonata tuaja për temën e Big Brother. Telefonata tjetër, alo, përshëndetje. Alo? Po urdhoni, ju me kë jeni në Big Brother? Unë jam me Klodin. Aha. Po? është me i mirë aty brenda. Dhe unë i kam hapur një profil në Facebook me emrin O Klodi O Vella, jemi me ty. E kuptoj, po më thuaj, pse je me Klodin? Se edhe mua me thot gruaja ime maskilisti qelbur. E kuptoj. Faleminderit zotëri për telefonatën, pres telefonatat të tjera, mos harroni tema Big Brother. Alo, përshëndetje. Jam me Erionin. Po. Erioni është bota. O zot me zi pres që të dalë se dua të krijoj një lidhje. I kam hapur edhe unë një profil në Facebook që quhet Erion të lumë të topi i volejbollit. Më fal, kush je ti më që nga ka që të shmëndur për Erionin? Olta jam. Olta e Big Brother? Olta more komshia jote e kati të tretë. Olta, që të bë djali për të martuar, po mbyll telefonin se lenam. Ikë moj. Pres telefonatat të tjera mbi Big Brother, alo, përshëndetje. E të bëftë nëna. Ha? Unë isha me Bertinën. Aqë shumë më mërzita kur doli Bertina sa theva televizorin dhe tani jam shtruar në spital. Qa thua, moj, ushtrove në spital pëse doli Bertina? Jo, po ushtrova se më rahu buri që theva televizorin. E po, të shkuara nëne, qatë themun, falemderit për telefonatën. Telefonata tjetër, alo, përshëndetje. Alo, mo. Urdhoni, kush jeni? Unë jam pronar, jam e. O, zoti pronar, po flasim për Big Brother. Ju me kë jeni? Unë jam me Barcelonën. Jo, e kam fjallën me kë jenë në Big Brother. Me asnjës jam aty, se unë isha me atë mama Valen, po atë në zorën. Të gjo, ma gjithë që kënu me telefoni, se me duhet, nu me telefonit asaj. Se do më? Po do të marrë të TVRSeka, të bëjat emisionin bas dite Gjovanile, të gjona. Qarë thua më? Më vë një nga to filmat që dua unë, lërë se mirë t'i kruje, vazhdo. Ike, mora vesh. Të dashur teleshikues, ky ishe emisioni Big Brother Erseksas Club, ju falendroj që na ndoqët nga TVRSeka, natën e mirë.